Faleminderit shumë. Si e merr këtë yll? Si e merr këtë mesazh? Edhe pse është e qartë, besoj, është e qartë. Po s'po di tash në çfarë aspekti ma ka thonë në aspektin e fizikut, apo ka ndonjë qëllim tjetër që lidhet me jetën. Shkurta ka një zarf aty brenda. Apo, e qysh me hap? Pe pas ka patentin. Ti mendove që ishte thjesht një yll? Jam të mund të rridh durt. A me hapën? Hape dhe na e lexo dhe neve ta dëgjojmë. Po qysh m'ja u lexuar që jem ka të rridh, ma. Shkurta, ndonjëherë përgjigjet vinë nga lartë. Ti je një humaniste që për 7 vite me radhë ke shkëlqyer vullnetarisht për persona me aftësi të kufizuar. Në këtë rrugë ke ndëruar shpesh zyra. Ke ndruar shpesh zyra, më fal. Jo nga dëshira, por sepse pagesat nuk kanë qenë gjithmonë të përballueshme. Është shumë e vërtetë. Dikush pa emër dhe pa zë e ka parë këtë përkushtim për te kësaj shtëpie. Një pronar i një biznesi të njohur në vend ka vendosur të japë në shfrytëzim një zyre për një vit të plot pas një pagesë. Faleminderit shumë. E arreduar posaçërisht për ty që misioni yt njerëzor të vazhdoj. Shkurta shijoj eksperiencën në shtëpinë e vëllavit të madh, një derë për ty sapo u hap, vëllavi i madh. Faleminderit shumë. Shkurta. Jenita, pas 7 viteve, era por, dhe më thonë që ma dha dikush një zyre, sepse gjithmonë kom pas edhe tendenca herën e fundit,